10 banorë të njësisë administrative Cakran u mlodhën paraditen e sotme në një protest për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Të revoltuar qytetarët shprehen se ky vendim rëndon jetën e përditshme, sidomos për të moshuarit, të cilët e kanë të pamundur të udhtojnë rreth 27 kilometra për të marrë shërbimet bazë. Sipas tyre, një pjesë e madhe nuk kanë as mundësi dhe as njohuri për të përdorur shërbimet online. Nga pikpamja demografike, zona e Cakranit është zona më e madhe në Republikë, ka pasur 23.700 banor, është në kodën e 17.300 banorëve sot, pasi lëvizjen në emigracion. Qeveria duhet të shërbejë popullit me zyrat administrative sa më afër dhe jo t'i largojë. Ne nuk njohim bindje partijake të majta të djatha, kërkojmë në emër të popullit që t'i shërbehet këtij komuniteti, pasi forca aktive është larguar dhe pjesa më e madhe janë pleq dhe pensionista. I lindu në Cakran dhe këta sot duhet në heqin që këtu, se është drejt. Nuk ka mundësi Cakranjot të venë në Levan, apo të venë në Fierë. Është 20.000 banorë. Këtu bet një deputet, këtu zvi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votat. Dhe turp të kenë ata. Banorët theksojnë se Cakrani është një zonë me histori dhe identitet të fortë, e përbërë nga 13 fshatra dhe më rreth 17.000 banor. Ata e konsiderojnë të pajustifikuar bashkimin e shërbimeve me Levanin, duke kërkuar rishikimin e menjëhershëm të vendimit. Ta banorë këtu meritojnë dinjit më shumë, sepse këta janë vina paraardhës që kanë luftuar, vina paraardhës të cilë kanë bërë histori në Shqipërisë. Kjo zonë, kjo krajinë, kjo trev meriton më shumë. Nuk është tani t'i heqësh Cakranit, gjitha shërbimet. Dhe këta banorë këtu të shkojnë në Levan, kjo është e papranueshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atë që po i bëjnë, thash edhe një herë, Cakranit nuk ja ka bërë asnjë armik që ka kaluar në këto anë, asnjë pushtues nuk i kanë bërë Cakranit këtë që po i bëjnë këta sot. Pra ti heqësh Cakranit dinjitetin, ja kjo është. Këtyre banorëve këtu, ti mos u ofrosh më asnjë lloj shërbimi nga data 1 maj që vjen pas nesër. Ja kjo është e vërteta. Tani, kjo është masakër historike dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Kjo nuk bëhet pa qëllim. Qëllimi është sepse është betuar dikush këtu që unë do ta shkrij Cakran. Nuk e shkrin dot as ajo zonja gjysmare pandeur, as njeri tjetër nuk e shkrin dot. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë reagimet e tyre nëse institucionet nuk marrin masa për të adresuar këtë problem.